Për 3 muaj, skamnorët e Ferizajt do të hanë dhe pinë pa pagesë në një kuzhinë popullore, këtë gjë ka mësuar shoqata bamirëse Jetimët e Ballkanit. Hanë e pinë pa e paguar llogarinë. Në fakt, diçka e tillë nuk është as e nevojshme në këtë kuzhinë popullore në qendër të Ferizajt. Në gjeltoren që u hap të henën nga shoqata bamirëse Jetimët e Ballkanit, do të kenë mundësi të ushqehen rreth 100 skamnor. Atyre do të shërbehet falazme nga një shujt që vlen rreth 2.5 euro. Apeloj tek gjithë ata cilët me të vërtetë janë me nevoja sociale, kanë gjendjen kritike, derën e kanë qelë, kurse ata të cilët nuk e gjejnë vetveten këtu, ju kisha këshillu mos me hangër ushqimin e fukaras. Projekti njëherë për njëherë është parapar vetëm për 3 muaj, por në këtë shoqatë shpresojnë që do të gjenden mjete që do t'ja zgjasin jetën atij. Që apelu të gjithë biznesit, ata që shprehin dëshirën me na ndihmu, ju neve, po shtresën e vortëfër. Ndërsa në ceremoninë e hapjes nuk munguan as zyrtarët nga komunat e cilët u zotuan për mbështetje në të ardhmen. Do të bashkëpunoj edhe të gjejmë format dhe mënyrat e bashkëpunimit të kësaj shoqate si dhe iniciativave të tilla në këtë drejtim. Kjo është gjeltorja e dytë në Kosovë që hapet nga kjo shoqatë. Para një viti një tillë me kapacitet prej 300 shujtash në ditë ishte hapur edhe në Pej.